Gjitha të luqin djemë. Të dëgjum një pjesë të ekzekutuar nga mjeshtrit e Sharkisë dhe Çiftelisë, Bare Rashite, Xhelal Osmani. Në reglat e mjeshtrit të madh, në punëtorinë të cilët gjendemi mjeshtrit të instrumenteve tradicionale folklorike, Çifteli, Sharki, Krem e tjera, Naim Canolli. Dikur ka qenë punëtoria Naim Canolli, tani mund të themi është fabrika për prodhimin e instrumenteve folklorike Naim Canolli. Përsheni edhe vetë, të gjitha llojet madhësit dhe llojet e drunit të çifteliave janë të ndërtuara. Të gjitha tonalitetet, të gjitha shkallët muzikore i keni në këto çiftelia duke filluar nga kjo e para po deri në fund. Të Naimi mund të furnizoheni me të gjitha këto instrumente, të gjitha shtetet tona përreth, Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi, pse jo, edhe pika grumbulluese për në botë është Reg Muçaj nga Zvicra në qytetin e Sangallës. Pra pikë grumbulluese është ajo pikë. Prej aty, si shtat populli fillohen në për të gjitha drejtimet edhe adresat ku janë të kërkuara prej Zvicra deri në Australinë e lagët. Ato nuk kam çka të flas më për kualitetin, do t'i provojmë. Tani mirë po mund të dëgjoni të akorduara, sepse kur i marron dora një mjeshtri, ato gjithmonë prodhohet njona dhe e dyta bëhet bashkë me to, akordohen apo koordinuhen mirë në mënyrë që çdo notë që shkelet në Sharki dhe në Çifteli të jetë në intonacion të plotë. Pra, për kualitet garantojmë nga mjeshtri që merrni me to. Për ndërtim, është mjeshtri Naim Canolli që gjithashtu ju garanton për Çiftelin që e merrni prej tij, është i garantuar. Pra, djem gishtat ju lumshëm, mund të vazhdoni edhe pak. Tash do të bashkohem edhe unë me dovallet tradicionale.